Në Kosovë, reagimet e para ndaj zhvillimeve të sotme në takimin e lartë të Sarajevës ndërmjet Bashkimit Evropian dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor janë të ndryshme. Autoritetet thonë se takimi e radhit Kosovën në mesin e të barabartëve, ndërsa analistët thonë se takimi nuk solli asgjë të re. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha sot se Kosova po shënon hapa të rëndësishëm për zgjerimin e njojave ndërkombëtare dhe në këtë kuadër mund të vlerësohet edhe takimi i sotëm në Sarajevë. Pjesëmarrja e Kosovës në samitin e Sarajevës është në nivelit të barabartë si të gjitha shteteve të rajonit. Dhe ky është fillimi i pranimit të Serbisë për Republikën e Kosovës, veçulja përballë të dy ministrave të jashtëm të dy shteteve përkatëse. Por analistët mendojnë se samiti nuk ka përmbushur asnjë nga pritjet e vendeve të Ballkanit. Agron Bajrami, analist dhe kryeredaktori të përditshmës Koha Ditore, thotë se samiti nuk solli asgjë të panjohur për rajonin. Nuk sjell asnjë, themi ashtu, lëvizje konkrete përpara, sjell vetëm një reafirmim deklarativ të një pozicioni i cili tashmë është i njohur ka vite dhe në fund do të shtrohet pyetja pse është mbajtur samiti i Sarajevës. Nëse është mbajtur vetëm sa për të sjellë në një sallë përfaqësuesin e Kosovës dhe Serbisë, atëherë edhe aty mendoj se ka huqur në esencën e problemit, ajo është në rregullimin e marrëdhënieve midis dy shteteve, Kosovës dhe Serbisë pra, dhe ka hyrë në këtë formacion, në këtë takim përmes një kompromisi i cili, po e them, dëmton të gjitha palët e përfshira, edhe Bashkimin Evropian po ashtu. Çështja e takimit në Sarajevë ishte temë debatesh për muaj me radhë për shkak të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, me që Beogradi vazhdon ta kundërshtojë fuqishëm pavarësinë e shtetit të ri dhe përfshirjen e tij në mekanizmat ndërkombëtar. Pjesëmarrja të dyja palëve u zgjidh asisoj që pjesëmarrësit të përfaqësohen me emrat personale, jo me emrin e shtetit të cilin e përfaqësojnë. Pavarësisht kësaj, në Prishtinë thuhet se prania e Kosovës është një sukses për vendin, duke pasur parasysh se ai ka nevojë të jetë i pranishëm në forume të rëndësishme dhe të jetë më afër proceseve integruese, me që ka mbetur vendi i fundit i rajonit i papërfshirë në shumë procese të tilla. Takimi i Sarajevës ritheksoi edhe një herë çështjen e liberalizimit të vizave për Shqipërinë dhe Bosnjën, ndërsa Kosova ende pret që nga fundi i verës mbase të marrë udhërrëfysim për këtë proces. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.